Është një ajet në këtë sure, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Bëjmë thirrje që këtë ajet ta kuptojmë edhe ta praktikojmë, po edhe mrekullin ta zbulojmë. Juve Allahu xhaleshanu po thotë ju kam bërë popull mesatar. Mesatar në çdo gjë. Nuk bën shumë me u pikëllu, po edhe hiç mos mu mërzit. Nuk bën tepër me punu, ibadetin me anashkalu, po nuk bën edhe gjithkohën ibadet me kalu, punën me anashkalu. Jemi gjithmonë mesatar. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Po nuk do thot mesatar, ju jeni treshi prej notës 5, ju jeni mesatar. Jo. Mesi i kodrës, nëse shikojmë nga lart, është maja e saj. Mesi i kodrës është maja e saj. Ne jemi në kulm, po jemi mesatar. Ne jemi fleksibil. Ne jemi popull i natyrshmërisë. Vallë, ku është vendos ky ajet, ju jeni popull mesatar, mu në mes të surës El Bekare. Ajeti 143, sepse gjithë sureja, e tërë sureja Bekare ka 286, mesi është 143.